unë kam shumë të rëndësishme sepse shohim këto vajzat edhe në rrjetet sociale, në panele televizive që kërkojnë burra me shumë r. Tani burrërin kush e përgatit tek një mashkull? Gratë e jetës, nëna, nusja, motra, apo është diçka që trashëgohet brez pas brez? Burrëria nuk, atëherë varet sa do quajmë burrëri. Burrëria është një kompleks gjërash për mendimin tim. Do të thonë, fillon që nga karakteri, çfarë karakteri ke. Dhe karakteri patjetër që ti fillon ndërtohesh i vogël, si thash nga familja, dhe pastaj të ndërton dhe jeta, eksperienca që ti keni jetë. Ajo që duhet bëj dikush është që të jetë gjithmonë në kërkim të një mentori, them unë, që të ketë një mentori të mirë, kupton që ti të se shikoj njeriu mëson gjatë gjithë jetës. Patjetër mund të jetë edhe mund të jetë. Zakonisht mentorët janë njerëz që kanë më shumë eksperjenca se ty, e kupton, domethënë patjetër që ti mëson edhe me gruan tënde, se mos sa marrim se nuk janë por të dy mësojnë nga njëri tjetri, rriten me njëri tjetrin. Dhe ajo që i bën burr është personaliteti, përgjegjshmëria dhe ta shikosh partneren, jo si mora grua, kjo është gruaja do mrisi fëmijët, po si një njeri që ti rritesh dhe zhvillohesh të dy bashk, her njëri, her tjetri, secili të plotësojë njëri tjetrin për të bërë më të mirë.